çdo shqiptar në orën 8 këtu te monumenti Gjergj Kastrioti, pasi siç duket herën e kaluar, politiqenët dhe deputetët e korruptuar nuk I mbaruan pazaret dhe kanë lënë disa prej pazareve me I votu nesër. Kështu që ftoj gjithë shqiptarët kudo janë të na bashkohen nesër në orën 8, sepse në 8:30 do marshojmë. Kryeministri ka prezantuar një dokument e ka quajtur Besa dhe ju ka kërkuar besën shqiptarëve për të vazhduar qeverisjen. Cila është përgjigja e protestuesve për këtë besë që ka kërkuar kryeministri? Ajo çfarë kërkon ai dhe çfarë ka propozuar është thjesht një shpërqendrim vëmendje. Ma shumë ju ze qenërve besë se sa një politiqene si kryeministri. I vetmi qenë që nuk ka besë si Edi Rama është pitbulli. Kështu që besën le të shkojë ta lidhe me pitbullin se me shqiptarët ka marru punë. Shqiptarët I dhanë 13 vite kohë që abuzoi, I përqëndoi, I përzuni, I vjedhi, I talli dhe tani po shet Shqipërinë. Kështu që nuk ka besë për njerëzit e pa besë. Protesta do të vazhdojë gjatë gjithë verës? Po. Ne do vazhdojmë deri në realizimin e gjithë kërkesave që kemi paraqitur, 5 kërkesat. Kështu që nuk ka kthim prapa dhe kjo tani është kuptuar edhe nga shqiptarët brenda dheut dhe jashtë dheut. Sepse ki tradhtar po na lën pa dhe. Prandaj ftoj Mërgatën që të vihet mbrojët trojet e veta për arsye sepse me këtë shitje që po I bën trojeve shqiptare të krye tradhtari Edvin Ramović, një ditë bukur ne do ngelemi pa dhe. Kryeministri ka thënë se ditë e para protesta ishte e bukur, kishte arsye për ta dëgjuar edhe zërin e protestës, ndërsa tani u shpreh ai flamingot kanë ikur dhe kanë mbetur vetëm korbat dhe sorrat. Si përgjigjeni kësaj deklarate? Kur të sosen argumentat, kur nuk di çfarë thuash, atëherë do shpikish gjithçka. Kështu që loja e kryeministrit ka mbaruar. Ju erdhi fundi